Futbollistët e Ferizajt shënuan fitore kundër ekipit të Kosovës së Prishtinës me rezultat 5-3 në ndeshjen e zhvilluar sot në stadiumin e qytetit Ismet Çabani në Ferizaj. Ferizajasit filluan furishëm takimin duke e kërkuar golin që nga minutat e para. Pas dominimit në fushë dhe rasteve të mira, golin e parë shënoi Labinot Çabani në minutën e 18, i cili shfrytëzoi mirë pasimin e Mirsadi Drizit dhe duke e kaluar edhe portierin, solli vendësit në përsi. Mysafirët reaguan shpejt dhe minutën e 29 përmes Egzon Statovcit barazuan rezultatin në 1-1. Vetëm 2 minuta më pas, Ferizajasit përmes Edon Sadriut rikthyen në përsi në 2-1, rezultat që mbylli pjesën e parë të takimit. Pjesa e dytë ishte shumë më e mirë dhe më efikase, pasi që u shënuan edhe 5 gola të tjerë. Ishin Ferizajasit ata që në minutën e 58 e shtuan në përsin me golin e kapitenit Agrani Strefi. Egzon Gashi në minutën e 62 përsëri shënoi për mysafirët, duke shfrytzuar një gabim të mbrojtësve të Ferizajt. Golin e 4 Ferizajasit e arritën me shënimin e zëvendësuesit Albion Pira në minutën e 71. Ndërsa golin e fundit për vendësit e shënoi Ymer Hoxha në minutën e 88. Në fund, futbollistët musafir arritën që përmes Dren Kryeziut ta ngushtojnë rezultatin në 5-3, për t'i dhënë kështu epilogun këtij takimi. Trajneri i Ferizajt Agron Selmani e përgëzoi ekipin e tij për fitore në këtë takim. Po realisht jemi në kontinuitetin e sukseseve, normal se për neve nuk ka ma përshije, nuk ka kundërshtar të lehtë, pavarësisht se rezultati tregon se është bens, po morëm golla, sidomos në raportin defensiv patëm probleme dhe në normal se në raportin ofensivës kemi pas probleme për shkak se nuk realizojmë shumë raste të cilat mund të them në jargonin sportiv kanë qenë të 100%. Ferizajasit pas kësaj fitore përforcojnë vendin e dytë me 51 pikë dhe javën tjetër në kuadër të xhiros së 24 të ligës së parë do të luajnë kundër vllaznisë të Pozhoran, ndërsa Kosova e Prishtinës, e cila gjendet në vendin e 14, e pret flamurtarin.